Vlora. Mirë se erdhe, dashur. Knaqësi të tres në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit për kohën. Kjo është për Prizrenit, apo? Faleminderit shumë. Hajde ratohemi, që është vendi për ty. Faleminderit. Si e kemi Prizrenin një herë? Mirë shumë. Mirë, rruga ishte e lehtë. Po. Jo e mundimshme. Jo. Ajo ka rëndësim. Lejo të uroj një herë për hapjen e 4 yjet. Unë pash diçka nga pamja që kemi pas atje edhe kolegën time me kamerë, të cilën do ta shohin edhe shikuesit. Nita ka qenë atje bashkë me kolegun ton kameramanin, ku ka pa gjithçka nga ambienti, po ti marr një herë emocionet, ke arrit me pushu, me shiju këtë hapje? Asnjë tro. Jo, se për shkak biznesit që e kam ane, tu pregadit këne, do me thonë një radi shka shumë shpejt, plus 4 fëmijë që i kam, ajo është pak... Ti mirë, po ja del në gjitha këto, po mundona. Kjo është shembull që grati bëjnë të gjitha, edhe kujdesen për familjen, po edhe ndërtojnë diçka të bukur. Prej hapjes, a ka ndaj rezervim që ka ndodhur? Po, dje kemi pas, me një herë një rezervim, po, me një herë kemi pas, edhe... Çka ishte ditlindje? Po, ditlindje një vajzës, Super. Me thane ka festu, jemi kanë tepër mirë. Okej, hajde të shohim bashkë me ty, se me sigurin nga emocionet jasë në moment që ka ndodhur atë natë. Halaja me emocione. E kuptueshme. Leta ndjekemi që dashur hapjen e lokalit 4 yjet në Prizren, një vend ky që do t'ua heq këtë dertin se ku t'i bëjmë organizimet e festave tona. E shohim. Vlora, një grua plot pasion dhe përkushtim. Prej 14 vitesh kujdeset që çdo kliente të dalë e bukur dhe lumtur nga salloni i saj i bukurisë në Prizren. Ajo ofron një gamë të gjerë shërbimesh që nga kujdesi për flokët, grim dhe thonjë, deri tek trajtimet estetike, gjithmonë me përkushtim, profesionalizëm dhe kujdes maksimal. Pas këtij suksesi, Vlora vrejti një mungesë të theksuar të hapësirave të dedikuar për evente familjare në Prizren. E kjo është shtyu të ndërmarrë një hap tjetër të madh, krijimin e një ambienti të veçantë ku të gjithë mund të festojnë datat e tyre më të rëndësishme. Një vend ku çdo detaj është i menduar me kujdes, nga atmosfera e ngrohtë deri tek shërbimet e plota, për ta bërë organizimin e eventeve familjare më të lehtë, më elegant dhe më të veçantë. Ky vend i ri, i dekoruar me shumë finesë e shije, që gjendet në Prizren, mban emrin 4 yjet, simboli 4 fëmijëve të saj si burim i forcës dhe i frymëzimit të Vlorës. Tashme aty organizohen ditëlindje, Bright to be, për vjetore të rëndësishme e shumë ngjarje të tjera të veçanta. Për mua është shumë mirë, një arritje e dy fish, se prej një profesionit këj tjetër, me dalë diçka tjetër, po kjo është ma shumë biznes familjar, që ashtu edhe kemi fillu me qëto. Mu kanë edhe veç 4 yjet, është vetëm emni 4 yjet për fëmijët e me, që i kam 4 fëmijë. Shumë i rëndësishëm, po është diçka që më ka krejt natyrshëm. Tu i pa shoqët, gratë, tu pas kërkesa, s'po kam ku me festu ditëlindjen e fëmijës, bona diku tjetër, jo s'ke sheknaqne, ju munu me një ambient krejt dvogën është, po mi pas krejt sanët i vështirë. Po kunata jem, është kogja marak në këto ushimet, edhe krejt ajo i ka pregadit këto. Gjithë shka do me thonë, edhe ajo ka me punu këto, ka mu kanë Dafina këto. Unë veç si iniciatore, për ndryshe Dafina është këto. Hapja solemne e pikës së re u shoqërua me atmosferë festive, miqtë të afërm që e uruan Vlorën për këtë hap të ri në jetë.
Për suksesin e Vlorës jemi shumë të lumtura. Si familje se Vlorën e kam qik dajës, edhe Vlora është shumë punëtore. Ja vlen që e ka zgjeru biznesin. Vlorës i uroj shumë suksese, edhe në jetë, edhe në punë, edhe gjithandej. Se cili e din punën e vetë, kjo vetë është me profesion, mos më ndalë, se kjo asnjëherë nuk ndalë. Ka pas shumë sakrifica, po asnjëherë nuk ndalë, gjithmonë ka punu. E kështu që nuk e di si këshill, s'kisha thonë diçka më thonë. Une si shoqe i uroj shumë sukses edhe jam tepër e lumtun edhe e di që është e Zoja i Adel e ka një qëllim edhe atë qëllim që e përmbush krejt edhe i uroj shumë sukses si shoqe edhe inshallah ka fat. Veçantia është se Vlora e hapi këtë biznes bashkë me kunatën e saj, duke dhënë shembull se si gratë me bashkëpunim mund të krijojnë gjëra të mëdha. Katër yjet nuk është thjesht një ambient, është një ëndër e kthyer në realitet, një vend ku kujtimet më të bukura marrin jetë. E për të gjithë ju që dëshironi ta shijoni momentin tuaj dhe të mos stresoni për asgjë, vizitoni Katër yjet në Prizren dhe nuk do të shkënjeni. Nita pas ka përmbyllur me nuk do të zgënjeheni. Këtë duke parë entuziazmin edhe tëndin, por edhe të vajzave që përmende, familjareve tuam, duket se keni marrë me plot dashurise. Në fakt, pa e pas me dashni, asnjë punë nuk del me sukses. Qysh më duket kur po eshe prej kandit të ta ullur në studio? Nuk e di. Pa fjallë, shumë mirë, po. Emocionuse sigurisht me pa një hap tjetër, po ta marrim nga fillimi, pra, edhe vajza që të ka vajzdajës, Saranda më duket ishte, Po. Ta që i gëzohet shumë zgjerimi të biznesit tënë, pra ti në biznes nuk je e re, nuk është se po i futesh tash, i ke kalu ato sfidat e din shumë mirë se cilat janë peripeci duke nisur me biznesin e së bukurës fillimisht. Unë nisëm edhe nga lokali në pamje, qysh mundesh me i përshkru këto 14 vjetë punë me të bukurën? Se ti nuk është se ofron veç një shërbim, po disa aty. Unë përmi 30 shërbime i krymë salon, do me thonë nuk besoj që ka diku në Kosovë. 30 shërbime? 30 shërbime. Është ma interesante se unë personalisht i boj vetë 30 shërbime. Veç veti? Veç vetë. Normal tash kam punëtore, kam pas gjithmonë, po tash deri momentin që e kum pa që muj mja besu punëtorës, shërbimin... A ka qenë vështirë me u fitu këtë besimi? Shumë, po tash për momentin e kam një staf të mrekullueshëm, jam e kënaqshme, do me thonë nuk e kam atë problem heq, edhe nëse rrinë, shpe, i lo ato, klientat e kanë... Thjesht klientat unë besojnë qaq shumë mu, që unë kur i thomë që hen dorë të kësaj, ai nuk e ka problem. Kjo është në fakt edhe suksesi, besoj në fonda, kur e ke kaq të letë me ju thonë klientat. Kam klientat, unë mu i me thonë që 14 vite i kam klientat e rregullt. Për mu kjo është mas shumëti që është suksesi ma i madhë, është që e kam klientelën e njejtë, për posa asaj që më vinë 3, diskutohet. Në to 30 shërbime, cilat janë disa prej tyre ndoshta që i është dasht kohë edhe njerëzve të mësohen, apo edhe për ty që ka qenë më e vështirë me u fut në treg edhe me u... Se 14, po flasim 14 vite për para, jo i njejti kujdes, ndaj vetës unë ka qenë njejtë. është normal, pak i vështirë u kanë, kur kom fillu me thoj, masane me depilime, do me thonë, prej fillimit e kom pas, po ku kom punu me një ven, ma herët, ato më kanë shty, më kanë thonë, vazhdo se ti dja dalish. Do me thonë, kom pas për kraj edhe prej veneve ku kom punu në fillim, ato mas shumë, disë në fillim kom do ashtë me qenë njerë vetëm se me thoj, amo jo, ato më kanë shty edhe sot do me thonë... Prandaj, kretë jo veç Prizreni, po edhe në vendet e tjera e njohim Vlorën edhe nuk i ke zgënjur. Jo, asniher, jo, asniher. Edhe nëse kanë me shku diku, ato prap kanë më këthyt e one. Do me thonë, ja lo, edhe atë lirin që shkoni provoni, nuk do me thonë, kur gjo, po prap do me thonë këthejhen të one. Edhe këthejhen edhe alo ma fuqishëm me besim. Ke kriju një balansë që për plot, sidomos zonja, është vështirë edhe dojnë me arrit. Pra dhe krijimin e familjes, të qenurit edhe prezente tek fëmijët, por në anën tjetër edhe
vazhdimin për para me punë? Qysh ja ke dalë? Qysh është sekreti i rritjes së 4 yjeve? Sekreti vjerën, e kom pas çdo herë mbështetje, edhe mu i me thonë prej fillimit, ajo më ka shty, edhe ajo më ka thonë vazhdo, se unë kam e t'i këqyrë fëmit, edhe prej ditës të parë mu i me thonë deri sot, ajo për kujdeset për fëmit e me. A të kërkon edhe vjera që me i botë i shërbibet? Nuk i ndronë me punëtore tjera, ndoshta? Jo, nuk e ka problem. Për mës me më ngarku në shta mu shumë edhe pranon, se ka problem. Edhe prej fillimit, kur kom fillu vetëm si profesion, ka hindor tem. Ka thonë nash, s'ka lidhe, nëse mi prishish flokët ose diçka, s'prish po unë. Vjera më ka hi, a nona jo. A nona jo, pse? Pse, moj? Pse nona është, me thonë, unë e kom trashigume prej nonës. Po, nona nuk është frizek, nuk është kanë asë njëherë, po u kanë shumë araklin kohën e vetë, do me thonë i kanë dreqë nusët ato këto, për që atë arsye ajo në fillim po flasë për fillimet e mija, jo, më theke jo, se jam i prejshë. Ja, dhe që to e një da, vje raport, me shaka sigurisht, po është... është e vërtet. është e vërtet, edhe është jashtëzakonisht rëndësishme kur gjem përkrahje nga të dyja familjet, edhe ato të bashkëshortit edhe të ndën. 4 yjet, pra s'ka lind krejt rastësisht si emër në lokalin tashmë të eventeve. A ka qenë kjo një diçka që ti ke përjetu në njëherë personalisht, ndoshta edhe në ditindje të fëmijëve që ke tentu me e bo diku tjetër, po ka dal një zhgënjem edhe i ke thonë vetës, okej, hajde, unë du me kriju një mundësi, një hapësirë për gjithë njerëzit me pas ku me i kalu festat. Jo, nuk kom tentu me festu diku ditëlindjen, çdo herë në shtëpi kom bo fëmijëve, ose diçka, nuk është që jom munu diçka, se edhe nuk kom pas kohë dhe me dasht. Po prej klientave ty i pa, do me thonë çdo herë, edhe jam si tip që nuk muj me nejt veç me një punë ose diçka. Sonë edhe para këtije kom pas një biznes me kurset fëmijëve, po unë nuk kom punu se s'jam as e lamijeve, do me një mësusa ashto, hajde une e bojna investime, t'i filla, jam pak rezikante, jo pak po si shumë rezikante. Pas ke prirje për biznes, ko gjasi shumë. Po, aty masani e kum dërprej, ka hetë shumë mirë, po në qatë periud mu ka s'mu babi, edhe prej jo mundësive me nejt aty, atëherë e kum byllë si biznes, se veç babi ndroj jetë, edhe nuk kum pas mundësi me vazhdo. Besoj që aji do t'ishte shumë krenar për suksesin të nësade dhe për gjithë këta arritje që ti ke po. Nuk kam dyshim, pra, do. Nuk ka pik dyshimi. Dua të t'emocionoj, edhe pse këta lot duhet jenë edhe krenarije, por edhe gëzimi, sepse forcën e gjenë të 4 yjet. Si reaguan fëmijët kur u tregove që emri i lokalit të ri që po hap është pikrisht si një lloj falenderimi për gjithë dashnin që ka nana për ta? Shumë, edhe në shkollë, kur shkojnë, jemi të hap një lokal ose diçka, ma thënë vajza dhe djali, kanë thirë krejt klasën, në thash, se bashkë sot, po nuk më dasht mi aprish, se faktikisht dita e tyve u kanë edhe shumë t'lumëtur, te i mase edhe po munohen me mdimu edhe ma shumë, nuk e kom prit, bile që kanë mu kujdes qatë shumë, se në shpesh herja bojna, mama se bojnë ato, ose diçka bojnë atje i jope, sho që po kujdesën për shdo sen, mos i do mos djegu më vrejt, që ata hengun që e patom, aty non-stop, ty i këqyrë, mos e fe, mos e bojnë, mos asi edhe për mu ke... Asa mirë, e fitojnë edhe shprehinë punës duket po ty edhe duke vlerësu ma shumë si punë. E jashtë zakonshme kjo. The edhe në deklaratën që i ke dhënë Nitës, që kjo më... ndoshta për ty, si që e cilësove te, është një hapësirë e vogël, një diçka e vogël, por që do të kryej punë të ndo. Këtë besoj ta kanë thonë, se cila non po e po nga një herë edhe gjyshet të cilat shpesh herë për shkak të punëve të familjarëve të tjerë, kalojnë më shumë kohë me fëmijët. Këtë do t'jetë një arsye shtesë që festat të tërhiqen aty. Çka saktësisht mund të mbahet? Pra, çka ofron Vlora te 4 yjet? Aty si për fillim, kemi me vazhdu ku janë prej mëngjesit, kanë mu pregadit kafet turke, që na mas shumë t'i pina ato dhe jo në gjdo lokal mundet me pas, po dhe me thonë është vetëm për femna. Unë edhe biznisin ku e kam thonë veç për femna, jo me shkuj. Qaj rusit, që ta shte të e këqër Big Brotherin, mujna me pi. Ditlindjet,
dhe thënë këto brajtubi, neje, shoqët, se ma jemi bezdis në shtëpi lokaleve ku ka shumë tim, e aty nuk pije cigarja, ka mu kanë pak ambient ma i ambël, në shta muj me thonë. Familjar, ku edhe fmit edhe nanat. Në thonë mujnë pa problem, fmit e kanë kandin ku mujnë edhe me lujt, se ka dhe lojna mjaftushëm, edhe nanat pse jo me pi një kafe rahat. Na këtë kena nevoj për një kafe qetësi. E vërtet kjo. Pas që edhe ushqimi do t'jetë prezent, pas që do t'i përket se cilit tip të festës. Pra fëmijët kanë preferencat të tjera, për ditëlindje mund të kërkohet diçka tjetër. E keni marrë krejt për sipër që edhe pjesa ushqimit të jetë? Edhe ato po, më varë, do me thonë dikush nëse donë vetëm janë shu lokalin, dikush nëse donë me ushqime, aty më varët krejt prej klientit se qka kërkanë. Po kanë mu kanë, do me thonë si cili ka me pas dëshiren e vetë, edhe na jemi nurt në aty vetë. Edhe loja të ushqimeve? Edhe loja të ushqimeve, cila donë? Fli-fli. Fli-fli, pite. Ka të që kërkohet. Okej. A ka ndonjë ide të ndën të cilën ti akoma e ke kështu si në mendje, edhe që e ke si vizion, se duket po, edhe që më the ke shumë priri edhe si natyrë që rrezikon kogja shumë nga këto hapat që njerëzit mendohen ndoshta më gjatë, jo se si bëjnë. A keti ndonjë akoma të fshehur në mendje që... Kam shumë, po pelojna me kalimin e kohës. Le ta shijojmë njerë tu i katëryjet. Këto katëryjet njerë për momentin. Besoj që për publikun, unë veç edhe në materialin duke i tregu edhe emrin, ata e kanë të qartë, por rrjetet sociale do t'i menagjosh ti, pra apo si do të bëhet rezervimi, a duhet jetë, a ka kushte se si duhet bëhet, duhet bëhet më herët, a ka ndonjë limitet caktuar të personave që mund t'jenë pjesë e festave? Rrjetet sociale normal ka mu ka në dhona aty, po nuk është që muj me pas ndështë ta shumë ko më marrë me ato, po normal, po ka mu ka në gjithë qyshon aty, mi pa njëherë. Kushtet po 2 orë deri në 3 orë mundet me zgjatë, me tha një aheng. Nuk kanë mu kanë edhe, thash edhe kafe qajat ato, edhe kafe qajat kanë mu kanë me rezervime. Më thanë, jo vetëm ashtu po shkoj, edhe në atë aspektin me bloku nuk është, po thjesht mi dhanë dikujna edhe tjetër, që me pas atë rahatin edhe tjetëri. Mos me shku qaj komplet pa pas mundësi me provu këtë tjetër. Fiks. A ka ndonjë parashikim të ndin, sepse sezona e verës kryesisht është më e hapun për eventet të tilla, ani pse ditëlindje ka në këtë periudhën e vitit, nuk do të thotë që veç vera, por të këto të nuseve që i kanë më në qejf, bëhen më shumë. A e parashikon dhe një fluks ma të madhë gjatë sezonit të verës? Gjatë sezonit verës besoj që po një... E kemi pak edhe ambientin jashtë, ku mujna me bodhe, jashtë është, dhe me thonë, venjë është kogja i madhë aty si loj parku, dhe me thonë mujna besoj që mujna me shfrytzu. Për ditëlindje tash besoj që dimrit ka me pas ma shumë, për shkak se ftoft s'kan ku i festojnë, e mrenda... Më duket kjo ka me qeni hera e parë që fëmijët e tu kemi nxjerrë jashtë shtëpisë për ditëlindje, a? Fiks, hera parë, po. Ata jonë të entuziazmu ma me mërmenja. Po, vajza ta shekan të torë edhe ajo me nëzis po pretë. Me një herë, tash me i vendin e kanë, biles ato veç kur ti shem me shoqet e tyne duke orë, hajtë se ka ditëlindje po e bujmë gati. Cila është festa me bukur që të është bo ty ndo një herë e ditëlindjes? A ke në i gjatë që ti... Gjdo vit, muj me thonë klientët, ma kanë festu gjdo vit ditëlindjen, dhe me thonë vjet, i ku më thonë stop, bolë mo, se unë isha shumë keq për shkak se ato gjdo herë mu e unë asë një herë atyve. E ato gjdo herë po theshin, po na po vina këtu shlirët e ti nuk mund është me na një krejtve, e si vjet, muj me thonë që ja kum festu unë si cilës. Si vjet e kum këthy, do me thonë si cilës ja kum po ka një surpriz. Si cilës nuk muj, se ka shumë, po ato që indi pak ma të afërta. Një gjatë tjetër se jam nga fundi që dua ta diskutoj normalisht, është edhe pjesa e kostos që është shumë e rëndësishme, edhe sidomos nëse flasim për standardin tonë edhe
varësisht të tipit të festës, a luajnë çmimet varësisht se çka po festohet në hapësirë, po pse jo nëse bën pak edhe një përgjithësim kështu edhe të çmimeve tek bukuria, ka ndryshuar ndër vite, a janë rrit kostoja, apo ti e mundu gjithmonë me qenë me kapë në tokë edhe me mendu edhe për klientin? Për sa i përket bukurisë, po ka ndryshuar shumë, po unë muj me thonë që i kam nështë çmimet e njëjta gati prej fillimit, për gjithmonë flasë për klientat e me. Tash normal ka ndryshu se krejt gjdo gjo u bo shtrejt, dashte, kur kom fillu pak mi shtrejtu, jom një shumë siklet edhe si cilit klienti kom thonë, po më vjen shumë keq, adhe një munu mu arsyetu me një fjallë, po as njëherë nuk e kanë pas probleme, më kanë thonë më stani, na e dina se na tu pa vetë, edhe po tek e fundit, është dishka luks, është dishka që... Edhe se cili e shem e vetë. Nërsa të pjesa e 4 yjet... Te 4 yjet nuk e di një herë, adhe nuk është që kemi... Po ty e pa, po... Çmimet arsyeshme, po jo me shku ashtu te i mase, se na e dina se sa mujna me hargju, se sa mujna me bo, më varet krejt kush donë, qka donë. Do me thonë ka me pasë edhe shtrejta edhe të lira, krejt më varet për klientit qka kërkanë. Cili kish me qenë mesazhet apo thirrja jote për të gjitha zonjat, me qenë se jam për zonja të dyja bizneset e tua, çka ju kështë thonë, sidomos për 4 yjet? Për 4 yjet, vetëm le të punojnë, puna të manë, ajo nuk ka diskutim. S'po di se dhe jam shumë emocionune ashtu. Një thirrje i bojmë për fund, një thirrje i bojmë gjithve që çfarë do feste e kanë vendin tash, mos me mendu më gjatë. Jo, mos, s'ka nevojë as me mendu. Ata që ju më njohin në biznesin aktual, ata e din se sa jam e perfekt, edhe sa jam e zoja, përgjeshme. Ju aturoj shumë suksese. Faleminderit shumë. Gjithmonë me shumë fat, edhe besoj shihemi se me ta pa mendjen ty, po duket që shumë shpejt kemi mu pa edhe në hapje të bizneseve tjera. Shumë suksese, faleminderit shumë, faleminderit. Ne që është momenti që të takohemi me Dionën sërish, por këtë herë jo në Viva Fresh, por në një lokacion tjetër, si që bën ajo çdo të premtë. Këtë të premtë është ndalur në tregun e Fushë Kosovës.